Fatmirësisht, këto kultura bujqësore të fermerit Ganit Dobratiçi i kanë shpëtuar breshërit të fundit. Edhe fermerë të tjerë të kontaktuar në zonat e Prishtinës, Lipjanit dhe Obiliqit nuk kanë raportuar dëme. Megjithatë, Dobratiçi thekson rëndësinë e krijimit të një fondi për përballimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore me kompensim të plotë të dëmeve. Unë kërkoj nga Ministria e Bujqësisë që zvogëlohet fondi, buqeti i grondeve, e të lehet një rezervë në Ministrinë e Bujqësisë, nga buqeti i Ministrisë e Bujqësisë për fatkeqësitë natyrore, sepse nuk është vetëm breshi ose vërshimet, edhe vitin e kaluar, sidomos në muajin korrekt dhe gusht, shkaktuan fatkeqësinë nga zjarret, që dhe ajo është një dëm. Edhe nga sindikata e bujqëve të Kosovës thonë se dëmet nga breshëri në komunat si Istogu, Skënderaj dhe Klina janë të mëdha, ndërsa krijimi i një fondi për sigurimin e kulturave bujqësore do të ishte një garanci për të gjithë fermerët. Miras kish me qenë që qeveria të bajë një marrëveshje apo në memorandum me ndonjë prej kompanive për sigurimin e kulturave bujqësore. Ajo kish me qenë mënyra më e mirë dhe më e drejtë edhe më e sigurt që këto dome të kompenzohen. Njohës të bujqësisë thonë se fatkeqësisht bujqit në Kosovë po përballen me rreziqe çdo vit, duke bërë thirrje për më shumë mbështetje ndaj tyre. Çka në Kosovë mungon dhe unë shoh si nevojë imediate është që në projekcionimin e buxhetit që parashihet për Ministrinë e Bujqësisë duhet të ketë një vit veçantë buxhetore për të tilla fatkeqësi natyrore, siç është breshri dhe të tjera që i përmenda në fillim, në mënyrë që ngostrat që punon dhe fermerit që punon të paktën të mos dekurajohet, të mos demotivohet, por të kompenzohet për shkallën e dëmit që ka pësuar ose që është atakuar nga e tillë fatkeqësi natyrore. Pas dëmeve të shkaktuara në kultura bujqësore, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka theksuar se mbetet e angazhuar dhe do të jetë pranë fermerëve.